Fuqia e vërtetë e lutjes sipas fjalës së Zotit. Përshëndetje, miq të dashur në Zotin. Sot dua të ndaj me ju një mesazh të thellë dhe transformues rreth fuqisë së lutjes. Nëse keni ndjerë ndonjëherë se lutjet tuaja nuk po dëgjohen, ose që po lutem për gjëra që nuk po realizohen, kjo video është për ju. Do të zhvillojmë një mësim të bazuar në shkrimet e shenjta, duke u frymëzuar nga mësimet e David Diga Hernandez. Ai e quan lutjen sipas fjalës së Zotit si lutjen e fuqishme, sepse ajo nuk është thjesht një listë dëshirash, por një harmoni e plotë me vullnetin e Perëndisë. Imagjinoni vullnetin e Zotit si një lumë të madh, të fuqishëm, që rrjedh me një drejtim të qartë dhe të pashmangshëm. Ky lumë nuk është kaotik, ai ka një burim të pastër në zemrën e Zotit dhe një destinacion të shenjtë, mbretërinë e tij në tokë. Shumë prej nesh, si besimtar, gabojmë kur përpiqemi të ndryshojmë drejtimin e këtij lumi me lutje egoiste. Ne duam të marrim atë që na pëlqen, pa u pyetur nëse kjo përputhet me rrjedhën e Zotit. Ose, më keq akoma, marrim vetëm një ngëlltitje të vogël nga ky lum, një bekim të shpejtë për të lehtësuar ditën tonë, por pa u zhytur plotësisht në ujin e themeluesit. Sot do të mësojmë si të lutojmë jo për të ndryshuar lumin, por për të notuar me të, duke u bërë pjesë e fuqisë së tij supreme. Le të fillojmë me një premtim të madh nga Gjoni. Pika 1. Lutja sipas fjalës së Zotit, harmonia me fuqinë supreme. Nëse dëshironi lutje që lëvizin male, duhet të luteni sipas fjalës së Zotit. Jezusi thot, nëse ju jeni në mua dhe fjalët e mia janë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju jepet. Kjo nuk është një premtim boshe, është një ftesë për intimitet. Të qenit në mua do të thotë të jetosh në një lidhje të vazhdueshme me Krishtin, si një degë e lidhur me hardhë. Dhe fjalët e mia që janë në ju do të thotë të mbushësh mendjen dhe zemrën me shkrimin. Kur kjo ndodh, lutjet tuaja nuk vijnë nga imagjinata juaj, por nga zemra e Zotit. Por si arrim këtu? Kjo kërkon bindje të plotë ndaj komandave të tij. Në Bibël shkruhet, ai që i mban urdhrat e tij qëndron në atë dhe ai në të, dhe prej këtij fakti dim qëndron në ne, nga fryma që ai na ka dhënë. Bindja nuk është një detyrë e rëndë, është një privilegj. Kur zotërojmë natyrën e tij brenda nesh, dashuri, paqe, durim, lutjet tona bëhen vegla të mbretërisë së tij. Mendoni për një ditë të zakonshme, në vend që të luteni Zot, më jep një punë më të mirë, thoni Zot, më trego si të shërbej në punën time aktuale sipas Efesianëve, ku je parashikuar për vepra të mira. Kjo lutje nuk kërkon, ajo bashkëpunon. Le të zgjerojmë këtë me një shembull praktik. Supozo se po kaloni një krizë financiare. Në vend që të luteni nga frika, mbani mend Filipianëve, Perëndia im do t'ju mbushë çdo nevojë tuaj sipas pasurisë së tij të mrekullueshme në lavdinë e Krishtit Jezu. Lutja juaj bëhet, Zot, falenderoj për furnizimin tënd të pafund. Ndihmom të besoj se po më mban sipas këtij premtimi. Kjo nuk është manipulim, është besim i vërtetë. Kur lutemi kështu, ne jemi në harmoni me fuqinë supreme të Zotit, atë fuqi që krijoi universin dhe mund ta ndryshojë jetën tuaj sot. Mos harroni, lutja nuk është një formulë magjike, është një marrëdhënie ku fjala e tij bëhet zëri juaj. Pika 2. Lutjet e refuzuara, kujdes me motivet. Por, miq, jo çdo lutje dëgjohet. Nëse refuzojmë të dëgjojmë fjalën e Zotit, lutjet tona bëhen neveritse, siç thot fjalët e urta. Ai që kthen veshin larg për të dëgjuar ligjin, edhe lutja e tij është neveri. Pse? Sepse këto lutje rrjedhin nga natyra jonë e vjetër, egoizmi, zilia, zemërimi, ndjenja e të drejtës apo frika. Ato nuk janë lutje, janë ankesë të maskuara. Imagjinoni një fëmijë që i kërkon babait diçka të dëmshme, pa dëgjuar këshillat e tij. Babai nuk refuzon nga ashpërsia, por nga dashuria. Po kështu, Zoti nuk dëgjon lutjet që na dëmtojnë ose na largojnë nga vullneti i tij. Për shembull, nëse luteni për një marrëdhënie të gabuar, e mbushur me zili ose kontroll, ai nuk do të përgjigjet, jo sepse Zoti është i ftohtë, por sepse ai dëshiron diçka më të mirë për ju. Në vend të kësaj, lexoni Proverba, mbaje zemrën më sipër çdo gjëje, sepse prej saj buron jeta. Lutja juaj duhet të fillojë me një shërtim të brendshëm, apo luten sipas frymës, apo sipas mësimeve. Ky vetë reflektim na çon drejt transformimit të vërtetë. Pika 3. Transformimi i dëshirave, gëzohu në Zotin. Tani, le të shohim psalmin gëzohu në Zotin dhe ai do t'ju japë dëshirat e zemrës suaj. Kjo nuk është një garanci për çdo dëshirë egoiste, është një premtim për transformim. Kur gëzohemi në Zotin, duke u mbushur me lavdinë e tij, duke medituar në mirësitë e tij, dëshirat tona ndryshojnë. Ato bëhen dëshira të shenjta, hyjnore. Nuk kërkojmë më gjëra, kërkojmë atë. Mendoni si funksionon, gëzimi në Zotin është si një fillizim i farës së besimit. Fillimisht dëshiron diçka të vogël si një shpërblim material. Por sa më shumë që kaloni kohë me të, duke kënduar psalme, duke lexuar Biellin, aq më shumë dëshira juaj përputhet me të. Bibla thot, përkule zemrën time drejt dëshirave të tua.
Vetëm atëherë Zoti mund të na besoj fuqinë e vërtetë të lutjes, sepse dim se nuk do ta keq përdorim. Sot, provo, fillo ditën duke thënë, Zot, gëzohem në ty mbi çdo gjë. Transformo dëshirat e mia. Kjo hap dyert për mrekulli. Pika 4. Shembulli biblik, lutja që transformon. Le të shohim një shembull të bukur nga jeta e Jezusit. Jezusi sheh turmat e humbura si dele pa bari. Ai thot, kërkoni pra Zotin e korrjes që të dërgoj punëtor në korrje. Dishepujt luten dhe ja, në kapitullin 10, Jezusi u jep atyre autoritetin. Ai thiri 12 dishepujt e tij dhe u dha atyre fuqinë për të nxjerrë demonet e ndyrë dhe për të shëruar çdo sëmundje dhe çdo dobësi. Çfarë mrekullie! Ata u bën vetë përgjigja e lutjes së tyre. Kjo na mëson se lutja nuk është vetëm për të marrë, është për të dhënë. Jezusi nuk u tha, lutni për fuqi personale. Ai i drejtoi drejt nevojave të tjerëve, korrja e shpirtrave. Sot, kur luteni për punëtor në jetën tuaj, miq të humbur, familje në krizë, Zoti ju transformon ju së pari. Ju bëni vegla të tij. Imagjinoni, lutja juaj për shpëtimin e një të dashurii mund t'ju bëjë ju atë dëshmi që ndryshon jetën e tij. Kjo është fuqia e lutjes, jo marrje, por dhënie e vullnetit të Zotit. Pika 5. Pengesat në lutje, si t'i hiqni. Megjithatë, ka pengesa që mund të bllokojnë lutjet tona. Së pari, krenaria. Jakov thot, Perëndia u kundërshton krenarëve, por jep hir të përulurve. Krenaria na bën të mendojmë se dim më mirë se Zoti. Si ta luftoni? Përuluni çdo ditë, Zot, unë nuk jam asgjë pa ty. Së dyti, egoizmi. Jakovi paralajmëron, nuk keni, sepse nuk kërkoni. Kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keq që të shpenzoni në kënaqësitë tuaja. Lutjet egoiste nuk përgjigjen. Pyesni, apo lutem për lavdinë e tij, apo lavdinë time? Së treti, mëkati i pakonfesuar. Psalmi thot, por në fakt Perëndia i ka dëgjuar, ai ka vëmendjen te fjala e gojës sime. Bekuar qoftë Perëndia që nuk ka refuzuar lutjen time, as nuk më ka tërhequr hirin e tij. Rrëfeni mëkatin menjëherë, premton falje. Hiqni këto pengesa dhe rrjedha e lutjes do të hapet. Pika 6. Lutja me premtimet e Zotit, shembull praktik. Fjala e Zotit prodhon besim, siç thot Romakëve, pra besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi nga fjala e Krishtit. Lutuni për atë që ai ka premtuar. Për luftën shpirtërore, Zot, dhishmë me zbukurimin tënd të plotë. Për sigurinë e të dashurve, faleminderit që na ndihmon me lutjet tuaja. Për shpëtimin e tyre, Zot, zemra ime është për shpëtimin e tyre. Për mirëqenien e qyteteve, kërko mirëqenien e qytetit ku ju kam çuar. Për forcimin e besimit të tjerëve, por unë kam lutur për ty që besimi yt mos të mungojë. Dhe për udhëheqësit, lutuni për mbretër, për të gjithë ata që janë në autoritet. Kur lutni kështu, jeni të mbështetur nga fuqia e tij deri në përmbushje. Përfundim, thirrje për veprim dhe mbyllje. Miq, lutja sipas fjalës nuk është rutinë, është revolucion. Sot, merrni një premtim biblik dhe luteni me të. Abonohuni, pëlqeni dhe ndani këtë video nëse ju ndihmoi. Dëgjoni fjalën e Zotit. Zoti ju bekoft. Lavdi atij.